Kazim Laçi është treguar i papërmbajtshëm sot, ndërsa Rizespori u përball me Samsunspor. Sfida u mbyll 4-1 për Rizesporin, teksa Laçi asistoi 2 herë dhe po ashtu tundi vetë rjetën. Ishte minuta e 43, kur Laçi dha asistimin e parë. Më pas, në minutën e 37 të pjesës së parë, ishte ai që dërgoi topin në rjet. Me fillimin e pjesës së dytë, asistoi një tjetër gol. Ky takim është i prapambetur dhe plotsoi 28 javët e Superligës turke. Rizespori po shkonte një fitore e rëndësishme, që do të qetësonte ekipin duke e vendosur në mesin e tabelës. Dhe pse mesfushor, Laçi rezulton golashënuesi kryesor i ekipit të tij me 5 gola. Futbollisti i kombëtares shqiptare regjistron edhe 8 asistime.